diçka që më ka rënë sy shumë muslimanë dhe besoj që secili për juve keni vrejt, na shqiptarët kur të vizitojmë Qabën, kur të bëjmë umrën ose haxhin, diçka që më pengon jashtëzakonisht shumë, njerëzit prej kënaqësisë për Qabën shkojnë edhe e fotografojnë atë objektin me sahat që është. Edhe këta me demek kallzojnë që jam Qabe, e këta nuk e bojnë me shqiptarët. Me i po vitet e Arabëve, Arabë dalin e për kodra dhe e fotografojnë edhe bojnë video që atë sahatin e madhë me demek këtu nga atë është Qabja. Edhe që po të thëmë ty jo musliman, po të thëmë Omer radiallahu anhu, kur o kanë në kohët Omerit, këta sot njerëzit të kallzojnë kuriozitet. Për mua është din, Allah e din që kam zemër, me bo me mdhanë Allah o fuqi që kjo është dini jam, e ata që marrin vesh ka i bjen kjo. Omer radiallahu anhu, në kohët Omerit, nuk ka leju që kokosh me ngrit kulmin e tina për mi objekt Qabes. Do më thonë, me shku kulmi jëtë për mi Qabe, ardhë Omer radiallahu anhu e ta ka prish kulmin. Që kjo është dini jonë. Do më thonë, e sot na i nabo mu krenaru që e kina resh një objekt madh edhe me slikat që me demek që të nga dikon është Qabja. Qëtu kanë vri muslimat. Për fund për thamë, ka kallzu Rasulullah a.s. që ka më arë një kohë pe shenja të kiametit kër njerëzit kanë me ndërtu objektet mëdhaja, të larta, edhe me kujtu që po e shohëm Qabën prej një kandit që se ka pa Ibrahim a.s. Këtu e në që i kum njën në haqë kërë më kanë. Allah në rujt, do më thonë, rujë për këtyne musliman. Ata mos e fotografo heq. Ato objektin e madh, nëse e fotografon me i kallzu shoke, tanë, vlau, tanë, dajës tanë që unë jam, të që kjo hotel, hajde ndash me mzatet që to, për në lyshi, mos e fotografo ato, kor. Po edhe këshilla e me përgjithshme është rujë për fotografisë në përgjithsin haqë, përshka se i shku për adhurim, ama s'paki qëta mos e ban, qëta mos që Allahu Azogjel në krahë tani në Qabja e të eslikat, sahatin, lusëm Allah në Azogjel më në rujt për këtyne devijime, lusëm Allah në Azogjel më në animu.